se ca herë janë të ngelme nga koha. Me nisjen e muajit të fundit të këtij viti ka nisur edhe shpërndarja e bonusit për pensionistët, sipas vendimit të fundit të miratuar nga qeveria. Pensionistët të cilët marrin pension nën 20.000 lekë të reja do të përfitojnë një bonus prej 15.000 lekësh të reja, ndërsa ata pensionistë që marrin pension mbi 20.000 lekë të reja do të përfitojnë një bonus prej 10.000 lekësh të reja. Zëri do të pyet sot nëse ky bonus është i mjaftueshëm për të kaluar festat e fundvitit. Le ta ndjekim. Duke nisur nga dita e djeshme ka dalë bonusi për pensionet. Nuk e di, keni shkuar ta tërhiqni ende? Ja, akoma, nesër kam si datën, se unë isha në Elbasanve. Jo, se kam të rejur, po e di që do marrë. Neve morëm 150, po të mjaftueshme nuk janë. Tërhiqet në moment që merret pensioni. Pra, unë e marr me 25, e tërhiq me 25. Akoma jo. Jo, se kam tërhiq. Me 100.000 lekë o s'di ku të qoj më para, se ca herë janë të ngelme nga koha. Ca do blet një gjeldeti pa arritëm ta blejmë, edhe tjera pastaj shohëm e bëjmë. Sa bonus do merrni këtë fundvit? A janë të mjaftueshme dhe si do i shpenzoni? Mjaftueshme s'janë, po nga hiç janë boll. Jo, me për ne është një mos nuk rënon fëmijë, se ne fëmijë të na marrin para javës, po them dorë hajtë duhet vjek. Me më zemër thotë ai, na nes. Po kjo është sa për të kaluar radhë me çfarë marrim ne kemi muj për muj ilaçet. Çfarë të blejmë më përpara? Ne s'blejmë dot gjë. Qeveria të mendoj më shumë për pensionistët, se nuk na dalin. Ky nuk është i mjaftueshëm. Pensionet nën 50.000 lekë të reja nuk duhet ketë. Në këto kushte që është Shqipëria, në këtë varfëri ekstreme, pensioni im shko 35.000 lekë, por është i pamjaftueshëm. Qa mjaftueshëm edhe 100.000 lekë, çfarë janë 100.000 lekë? Çfarë, një tavolinë. Na përplesh, nuk është problemi se janë edhe aq pak, për shembull, se unë kam mirë pensionin, po janë shtigimet në katastrofë dhe nuk e përballojnë dot çmimet. Se del me 10.000 lekë, kthehesh në shtëpi s'ke marrë asgjë. Sa puna me na dhënë një shpërblim ne tani për vitri. Po ti grejnë pensionet, ngritja pensioneve atëherë po.